Kampioni i Maqedonisë së Veriut, klubi i futbollit Shkëndija i Tetovës, në raundin e parë të eliminatorëve në Ligën e Kampionëve, do të përballet me kampionin e Walesit FC New Saints. Kundërshtari i kuqezinjve u bë i njohur pas shortit që sot u hodh në selin e UEFA-s në Nyon të Zvicrës. Ekipi tetovar nuk ishte në mesin e skuadrave favorite, por patën fat në short dhe do të përballen me një kundërshtar të njohur me të cilin janë takuar edhe më herët në vitin 2018. Asaj kohe Shkëndija imposhti britanikët me rezultat të thellë 5-0 në Shkup, ku 4 gola shënoi vetëm Besart Ibrahimi, teksa në takimin e kthimit u mund me shifrat 4-0, por u kualifikuan më tej falfitores në duelin e parë. Kampioni i Kosovës, Drita e Gjilanit, në raundin e parë të eliminatorëve për Ligën e Kampionëve, do të përballet me Differdangin e Luksemburgut, ndërsa kampioni i Shqipërisë Egnatia do të përballet me ekipin Breiðablik nga Islanda. Ndeshjet e para eliminatore për Ligën e Kampionëve janë planifikuar për 8 dhe 9 korrik, ndërsa ndeshjet e kthimit do të zhvillohen më 15 dhe 16 korrik.